Në valën e akuzave për procesin e integrimit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vënë në shënjestër edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, kryedemokrati pretendoi se diplomati ka thënë në Bruksel se opozita nuk mbështet integrimin e Shqipërisë. Për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur ky sillet si me qenë ambasadori Edi Rams, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin. Lideri i opozitës komentoi edhe protestën kombëtare të së premtes, duke u shprehur se Partia Demokratike është në rrugën e duhur për të rrëzuar qeverinë Rama. Natyrisht, duhet jemi të vetëdijshëm se rruga paqësore nuk është një rrugë e shpejtë, si ndeshja e stadiumit, por është një rrugë e sigurt. Dhe një herë të siguroj se Edi Rama është në rreth të kuq, është i gatshëm të kishte gjallë të ndjerën nën ta kshiste edhe atë për lëkurën e vet. Berisha theksoi se së shpejti Partia Demokratike do të bëjë me dije edhe datën e protestës së ardhshme kundër qeverisë.